Përmenin personat me diabet, si kur njëna pak në siklet se s'du me ju dhonë stres, mjaftueshëm e kanë menaxhimin e komplet diabetit, po prapë se prapë që t'jenë vigilent, duhet ta potencojmë edhe këto. Qysh ju manifestohen ndryshimet personave me diabet, për shembull nëse është i ri ose s'ka rëndësi mosha, po qysh fillon ai ndryshimi që me po, okay, dona me shku te oftalmologu. Edhe këtë njësit e glaukoma, të diabeti na ndodh në herë që diabeti mos jep asnjë shejte të pamërit realisht. Edhe që është më e keq që ndodh në herë se problemet e diabetit në sy, zakonisht na ndajmë ato problemet në 3 stade. Stadi parë shumë më i lehtë, stadi i dytë është stadi më i mesëm, dëmtimit, stadi i tretë është stadi i vështirë. Ka pacient që mrin te stadi gati më i vonshëm e s'ka problem të pamën. Nuk i ndryshon asnjë. Pse? Për arsye se dëmtimet fillojnë në periferi të retinës. Pjesa qendrore është e ruajtur. Dhe pacient, po si është moshë shtyra, është i